Çfarë po ndodh me jetën e Xhensila Myrtezait pas ndarjes? Zbulohen këto detaje. Pas ndarjes së bujshme me aktorin dhe këngëtarin Bez Kallaku, duket se jeta e Xhensila Myrtezait ka marrë një kthes të qetë. Artistja, dikur shumë aktive në media sociale, tashmë shfaqet më rrallë dhe me një prezencë më të rezervuar. Burime pranë saj bëjnë të ditur se këngëtarja po kalon një periudhë reflektimi të thellë, duke u përqendruar te fëmijët. Megjithatë, miqtë e afërt e përshkruajnë atë si një grua të fortë që po rindërton veten ngadalë.